Elishbili, rahimahullah, ka thënë, Zoti e mëshiroft, kush e lidh shpirtin me dynjan dhe e vën atë përpara gjithë shkaje, përpara ahiretit, përpara Zotit, përpara të mirës, pra ju ka bëu shpirti edhe mendja vetëm dynja. Ati dynjaja do ta djegi pra zjarri i saj dhe e bën pluhur të cilin e shpërndan era. Nuk do të ketë ai asnjë shenjë ditën që do dali para Allahut xhaleshanu, pra nuk ka shpërbime për të, nuk ka mirësi për të. Ai i cili e lidh zemrën me ahiretin dhe e vën ahiretin përpara gjithçkaje, punon për dynja, po ama nuk punon haramin. E din që ka një ditë që do dali para Allahut xhaleshanu dhe mundohet që në këtë dynja të jetë i mirë, ta fitojë me halal dhe ta çojë në halal, e të jetë njëri që ndihmon, bën mirë, rezaton mirësi, po edhe kur të keqe ndaj dikujt, mundohet që të marrë raportet me Allahun xhaleshanu ashtu siç duhet, siç i meriton Zoti i gjithësisë, ta madhërosh edhe ta falenderosh, edhe t'ia njohësh pozitat atij. E i kërkon falje Zotit xhaleshanu. Kush e lidh pra zemrën me ahiretin, ahireti, dashuria për ahiretin dhe vëmendja tek ahireti, do ta djegi atë, do ta djegi derisa ta bëjë si ai floriri i kuq, i cili është i çmuar. E do ketë vlera të mëdha. Ai i cili e lidh zemrën me Allahun dhe vën Allahun xhaleshanu të parin përpara gjithçkaje. Kjo është grada më e lartë, thot, drita e besimit që i fal Allahu xhaleshanu zemrën. Ky besim që po flasim neve, që ta mbush zemrën dhe shpirtin plot dhe drejton jetën tënde në formën më të mirë. Duke qenë njeri i mirë, lezaton jetën tënde në çdo hap të jetës, çdo moment të jetës, do ta kthej në një xhevair të paçmuar që nuk ka asnjë vlerë, domethënë që ta çmojë atë subhanallahu.